Avokati Ilir Metës Kujtim Cakrani në një studio televizive deklaroi se presidenti i Partisë së Lirisë do të lirohet shumë shpejt. Besoi se shumë shpejt do të lirohet. Është e zauruar çdo veprim dhe kuptohet qartë që edhe SPAK-u është sforcuar shumë. Më datë 10 të këtij muaji, bëhet një vit që zoti Meta është regjistruar si person non hetim, kështu që besoj se është e zauruar çdo afat, edhe procedurial. SPAK-u nuk ka çfarë provash të tjera të mbledh për zotin Meta. Besoj se brenda verës zoti Meta do të jetë person i lirë, por mos të harrojmë që çështjet politike janë shumë të vështira të çmontohen juridikisht, tha Cakrani. Avokati tregoi edhe gjendjen aktuale të Ilir Metës. Zoti Meta është në gjendje shumë të mirë fizike, punon çdo ditë, orienton partinë, shkruan, bën palestër, kështu që është në gjendje shumë të mirë dhe në formë fizike, ashtu edhe morale. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.